Turqia kërkon më shumë se 2000 vjet burg për kryebashkiakun e Stambollit. Prokurori në qytetin më të madh të Turqisë ka akuzuar kryebashkiakun Ekrem İmamoğlu për 142 vepra korrupsioni që përfshin dënime prej 828 deri në 2532 vite burg. Kryebashkiaku i Stambollit, i cili u shkarkua nga detyra dhe u arrestua në mars të këtij viti, përballet me një rast gjithëpërfshirës që përfshin mashtrim të dyshuar, rishfet dhe krim të organizuar. İmamoğlu, një figurë kryesore e opozitës nga Partia Republikane Popullore, kryesorja e opozitës turke që konsiderohej si rivali më serioz i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u burgos së bashku me 105 persona të tjerë si pjesë e një hetimi më të gjerë. Në një deklaratë, zyra e kryeprokurorit publik të Stambollit tha se një akt akuzë ishte përgatitur nga byroja e hetimit të krimit organizuar si pjesë e një hetimi për atë që e përshkroi si organizata kriminale İmamoğlu. Megjithatë, kryeprokurori i qytetit ka vënë në shënjestër jo vetëm İmamoğlu'n, por edhe 102 të tjerë me akuza për drejtimin e një rjeti kriminal korrupsioni me kryetarin e bashkisë si themelues dhe udhëheqës të tij. Kostoja e humbjeve për shtetin turk arriti deri në 3.8 miliard dollar. İmamoğlu, i cili është kandidati i Partisë Laike CHP për zgjedhjet presidenciale për vitin 2028, është akuzuar për 12 akuza për rishfet, 7 akuza për pastrim parash nga të ardhurat kriminale dhe 7 akuza të tjera për mashtrim kundër institucioneve dhe organizatave publike. Arrestimi i kryetarit të bashkisë në mars shkaktoi protesta të shumta, po ashtu qindra arrestime dhe një goditje policore, që atëherë ai ishte mbajtur në burgun Marmara në periferi të Stambollit. Kryebashkiaku i Stambollit dhe Partia Popullore, të cilës i përket, e mohojnë çdo shkelje dhe akuzojnë Erdoganin dhe aleatët e tij për një fushat politike ndëshkuese pas rënies së popularitetit të presidentit. Sipas këtij akuzës, İmamoğlu ndaj akuzave për rishfet, për pastrim parash nga burime kriminale dhe për shkak të mashtrimeve ndaj institucioneve publike që sipas agjencisë turke Anadolu mund të çojë në një dënim deri në 2352 vite burg.